OVSH-ja publikon raportin përfundimtar të Covid-19. Nuk e gjejmë dot origjinën. Më shumë se 3 vite kërkime dhe debate nuk mjaftojnë që bota të ketë një pojim të qartë me origjinën e virusit shkaktar të pandemisë gjunjësuese të 2019-s. Një grup ekspertësh i emëruar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se çështja se si filloi Covid-19 mbetet e pasgjidhur. Raporti përfundimtar mbi sëmundjen përmend mungesën e qasjes tek të dhënat kyçe, sidomos nga Kina, si arsye kryesore për situatën. Edhe pse shumë prova shkencore duket se mbështesin teorinë se virusi ka origjinën nga kafsha dhe është përhapur tek njerëzit, ekspertët e OKB-s thonë se nuk e përjashtojnë dot plotësisht dhe idenë zanafillës në laborator. Pa qasje në qindra sekuenca gjenetike virale të dhënave detajuara të biosigurisë nga Kina, grupi nuk mundi të arrijë një konsensus. Sipas Venter, teoria se virusi doli nga laboratori mund të jetë politizuar, megjithatë ajo nuk mund përjashtohet krejtësisht.